Në lidhje me marrëveshjen e fundit e FMF, së pari duhet të sqaroj që marrëveshjet e FMF nuk kanë filluar specifikisht këtë vit, nuk e kanë për këto marrëveshje specifike, por e kanë për historinë e marrëveshjeve FMF që nga vendosja e shteteve e marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri përpara kësaj marrëveshje ne kemi rreth 196 milion dollar që janë të angazhuar nga qeveria e Shtetit e Bashkuara për programin FMF për Republikën e Shqipërisë. Janë shumë mjete që janë dhuruar Republikës së Shqipërisë, janë përfituar Republikën e Shqipërisë, kanë ardhur Republikën e Shqipërisë. Këto mjete specifikisht dhe kjo marrëveshje specifike është marrëveshje më e fundit në programin FMF, është angazhuar në këtë vit, lidhet me marrjen e disa mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve që i duhen forcave të armatosura. Nëse përgjigjja është a duhet për summitin janë tjera sisteme që duhen, nëse pyetja është a lidhen ky program FMF me kapacitetet e forcave të armatosura, patjetër ato kapacitete janë kërkuara me vite, por është aplikimi për to dhe angazhimi për to është bërë si vjet dhe vetëm fakti që një marrëveshje e cila për herë të parë mbas pothuajse 30 vjeç është më e madhe se sa ka qenë totali i financimeve të përfituara nga Shtetet e Bashkuara, pra është 302 milion dollar nga 196 që ka qenë gjithsej, tregon jo vetëm mbështetjen politike, edhe kur them mbështetje politike kanë për qeverinë shqiptare, kanë për shtetin shqiptar, për sigurinë e Republikën e Shqipërisë dhe nëse pyetja është a lidhet me samitin, po lidhet me samitin, po jo me samitin që do vinë në Tiranë. Lidhet me angazhimin e samitit Hagës. Dhe këto shpenzime ushtarake kam thënë dhe i them, nuk lidhen vetëm me Republikën e Shqipërisë apo vetëm specifikisht me qasjen që ne kemi në Ministrinë e Mbrojtjes. Lidhen me të gjitha shtetet e aleancës, janë të gjitha shtetet e aleancës të cilët kanë pas një qasje apo një trajektore standarde në lidhje me mbrojtjen, që nga samiti i Hagës është vendosur rritja e shpenzimeve për të kapur në vitin 2035, atë që quhet angazhimi i Hagës, 3.5% shpenzime që janë të lidhura vetëm me mbrojtjen dhe 1.5% që janë të lidhura rreth mbrojtjes, që mund të jenë siguri kibernetike, infrastrukturë kritike e tjerë. Në këto shpenzime, ne kemi atë që quhet shtegu i besueshëm i shpenzimeve, fillojmë si vjet me 2.2% të GDP-s vetëm për shpenzime që janë të mbrojtjes dhe patjetër që kjo kredi jo vetëm që është financiarisht një ndihmë për qeverinë shqiptare për përmbushjen e këtyre kapaciteteve në forcat armatosura, por është edhe patjetër një miratim që lidhet me transferim teknologjik në Republikën e Shqipërisë. Ne nuk po bëjmë mjete të përdorura, po bëjmë mjete të reja, teknologji të fjalës fundit që lidhen me mbrojtjen dhe kjo është edhe një mbështetje politike për Republikën e Shqipërisë, për atë që ne jemi në Ballkanin Perëndimor, për atë që ne jemi në NATO, për pozicionin që qeveria shqiptare ka të qartë krah aleancës dhe siç tashmë është edhe e ditur publikisht, qeveria shqiptare ka në politikën e saj të jashtme pothuajse të gjitha politikat e saj të mbështetura pikërisht në vlerat e aleancës dhe ato që janë qendrimet e përbashkëta të aleancës. Ky program FMF në këtë mas po për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, pra në këtë mas 302 milion dhe është një rritje jashtëzakonshme e kapaciteteve të luftimit, të sistemeve, të kapaciteteve në Republikën e Shqipërisë dhe angazhimi vetëm brenda këtij viti, nga aplikimi deri tek miratimi tregon edhe një herë atë që është mbështetja e qartë për qeverinë shqiptare, për Republikën e Shqipërisë dhe për mbrojtjen dhe për sigurinë në këtë rajon.